përshëndesim me përshëndetjen islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Falënderimet në të rrimë zakonisht i takojnë Allahut fuqiplot për çdo të mirë që na ka dhënë, ndërsa përshëndetjet më të mira më të përzemër ta qoshin mbi të dërguarin e tij, mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë ata të cilët ndjekin në rrugën e tij të saktë deri në ditën e gjykimit. Edhe sot e kësaj dite, si çdo ditë tjetër të Ramazanit, ndjejmë kënaqësinë që patëm mundësinë ta agjërojmë këtë ditë madhore në Islam, me që kjo është ligjërimi ose ligjërata e tretë televizive në raport me Ramazanin, do mundohem që të jap një grumbullim ose një konspekt të dita mësimeve të cilët i kemi shtjelluar këtu gjatë tre ligjëratave më rënd. Teleshikues të nderuar, nëse ju kujtohet, në ligjëratën e parë biseduam për Ramazanin ose agjërimi si obligim i cili vjen direktisht nga Allahu subhanahu wa taala me ajete të prera dhe decide në Kur'an. Mandej filluam të diskutojmë mbi disa vlera, të cilët janë refleksion Ramazanit ose mund të thuajmë edhe janë vezullim e Ramazanit, të cilat i patëm parasysh dhe i kemi diskutuar dhe ata me frymëzimin islamik të çështës kuptohet, duke ditë domethënien e Ramazanit, duke e shprehur vlerën e agjërimit dhe duke diskutuar mbi disa çështje të cilat natyrisht Ramazanliu nuk i ka të drejtë të i praktikon ose të i përdor ose të përdoret me ta gjatë agjërimit. Sa për ilustrim, biseduam që prej të mirave të cilat Ramazani i ka është muaji i librit. Respektivisht është muaji i Kur'anit Kerimit, andaj duhet lexohet së më tepër. Është muaji i vlerave sepse agjërimi bëhet vetëm për hir të Allahut subhanahu wa taala. Mirë po, rrjedhimisht Ramazaniu duhet të ketë parasysh se në Ramazan nuk lejohet haja dhe pija prej imsakut deri në iftar, nuk lejohet edhe kontakti familjar me të shoqen. Ashtu pra, edhe sot do të mundohem që të i paraqes në këtë dimension të çështës disa drejtime tjera ose disa vezullime tjera të cilët kanë bëjnë me vlerat dhe bereqetet të cilët ky muaj i famshëm na i sjell neve në Ramazan. Për çështjeve të cilët është lumturi dhe kënaqësi të jesh në natët e Ramazanit, ekziston një hadith i vërtet, të cilin hadith e ka regjistruar Imam Buhariu rahimahullahu taala në librin e tij në kapitullin përkatës. Duke thonë, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Men qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Çdo do të thotë, ai i cili ngritet natën e Ramazan dhe fal namaz natë, natyrisht atij thot do t'ju falen gjitha gabimet paraprake. Çka do të thotë teleshikues të nderuar ky hadith ose ky tekst profetik i shkurtër dhe i qartë? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam përmes këtij hadithi na mëson që namazi i teravis të cilën e falim në Ramazan është një namaz në esencë i statusit të sunnetit, që nuk është namaz obligim as vajib, është një sunnet i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, respektivisht do të thotë praktik profetike. Siç dihet sipas librave të fikut dhe të hadithit, dietarët e dy shkencave kanë komentuar mirë dhe kanë thënë se esenca e namazit të teravis është në status është sunnet. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë lloj namazit e ka fal me xhamat dikur 3 ditë ose më tepër mi 4, sipas Imam Buhariu që ai në librin e tij e prezanton. Mirë po pas 3 netëve falën në mënyrë të organizuar dhe me imam në xhaminë e tij, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në netën që vinte me radh nuk doli imam që t'ia ofal xhamatit vet namazin e teravis. Arsyeja se pse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk doli t'ia ofal xhamatit teravin ishte khashyata an tufrada alejna. Ishte nga frika që mos obligohemi me namazin e teravis, domethënë mos ngritet statusi juridik i namazit nga ai vullnetar në obligativ. Fjala që mos ngarkohemi ne obligimisht me faljen e teravis do të thotë që mos ta kuptojnë tekstin profetik për obligojshmërinë e faljes së teravis dietarët e ummetit islam, që mos t'u abartin dietarët e ummetit islam këtë obligim që e mos deri te ummeti, deri te xhamati, deri te musliman që mos ngarkohen me këtë detyrë. Për këtë arsye, pra namazi teravis në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam u fal pak ditë me xhamat, ndërsa ditët e tjera u fal në mënyrë individuale, pra sahabët e falnin vetë. Mirë po, ke hadith na tregon një punë tjetër që kronologjia e zhvillimit të aktivitetit të netëve të Ramazanit ka ndryshuar me ardhen e Omerit, zavenësit të dytë në pushtet në perandorinë islame ose shtetin islamik,
që sipas librave të Sunetit dihet saktë se Omeri radhiyallahu ta'ala an I tuboi gjithë ata të cilët kishin vullnet për faljen e teravis me një imam, domethënë në mënyrë të organizuar, të cilit organizim në namaz I printe një imam. Dhe kështu ngeli deri sot atë. Ekziston edhe një mësim tjetër I cili na stimulon që ta dimë domethënien e teravis, vlerën e këtij namazi, leximin e Kuranit. Vëlla dhe motër e ndershme, edhe një mësim në mënyrë të shkurtër po e jap në këtë çështje. Dhe do të jetë si lloj këshille për Ramazanliun që mos të prekupoheni me numrin e rekateve të teravis. A do të jenë teravi 8 rekat, apo 12 rekat, apo 16 rekat, apo 20 rekat. Sepse bartja e kësaj temes nëpër millet, bartja e këtij mohabeti nëpër shoqëritë tona faktikisht sipas përvojës po themi se gjithnjë ka ngrit porçarje dhe problem mes zemrave të besimtarëve, ku larg asaj që në Ramazan sidomos në muajin e shenjtë I cili I bashkon zemrat e besimtarëve nuk duhet të ketë polemika të tilla, se zakonisht rezultatet e polemikave të tilla ka qenë fundfundje dhe sterile. Pra duhet të I largohemi se sa ishte numri I rekateve sunnet të teravis, duke e ditur ose duke u mbrojtur me çështën sepse teravia është një namaz sunnet që esenca e tij sipas mëdhëbut Hanefi, namazi I natës fillon nga 2 rekat. Pra aq sa ke mundësi me fal namaz teravia është mirë me fal 2 rekat, 4 rekat, 10 rekat, 8 rekat, 12 rekat, 16 rekat, 20 rekat, pavarësisht se sa ki vullnet dhe pavarësisht se sa e ndjeni kënaqësinë për të vazhduar në ritmin e këtij namazi. Kam një ilustrim tjetër në mënyrë statistike po e përdori edhe çështën sepse sipas librave të cilat kanë folur për Medinën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se thonë që pejgamberi alayhi salam në Medinën e tij ka pas një xhami të madhe dhe natyrisht ka pas 15 mesxhide të vogla. Dhe me trashëgimin e postit profetik deri te Abu Bekri, mesxhide kanë fjalën të lirë, e deri te Omeri çështja ndryshoi. Dhe natyrisht përderisa kishte 15 mesxhide, domethënë kishte edhe 15 imam dhe 15 xhamate. Secili prej tyre ose varësisht njëri prej tyre e zgjatte taravin pak më shumë, e tjetri e shkurtonte, e tjetri pak më shpejt e kështu me radhë. Në këtë arsye, është mirë që ne si musliman të ndershëm, vëllezër dhe motra, ta shfrytëzojmë muajin e Ramazanit me namazin e natës. Mos të interesojmë, mos jemi të fokusuar që të vinë teravia, hajtë ta falim sa më shpejt. Po besimtari duhet të jetë sa më vigjilent edhe sa më interesuar që ti I përfiton këtë neta për veti dhe të fal teravia sa më shumë. Mos mundoheni të bëni përçarje mes muslimanëve me shpejtësinë në namazit apo ngadalësimin e tij, sepse shariati nuk e merr parasysh shpejtësinë, por gjithnjë thot pak më gjatë apo më shkurt, ndërsa raporti shpejt apo më ngadalë këtë temë nuk është diskutuar kurrë. Për këtë arsye duhet kemi kujdes me namazin e teravis, sa është një namaz I cili adresohet vetëm për hir të Allahut. Ne e falim teravin që Zoti të jetë dakord me ne, përderisa jemi në muajin e librit duhet falen teravit pak më mirë. Atje ku falen teravit më gjatë, atje duhet shkojnë besimtar të falin teravin. Po ata që s'kan mundësi me I fal gjatë, është mirë të I falin nëpër xhamia, ashtu sepse zakonisht teravit nëpër xhamia falen, po kemi fjalën që mos të bëjmë problem nëse një imam I ka zgjat teravit ose një imam ka knu pak më tepër Kur'an. Për çështjeve tjera të cilët ky hadith na I mëson, thot ai I cili ngritet në netët e Ramazanit me besim të plot dhe me përkushtim. Me besim, domethënë me besim në shpërblimin që ka teravia, ndërsa me ihtisab me përkushtim që I gjithë aktiviteti ditor dhe nëtor I netave ose I muajit Ramazan të jetë vetëm për hir të Allahut. Sepse sipas një hadithi tjetër që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ka pranuar prej shokëve një sadakat të cilët një njeri ja ka dhënë të tjetrit, ama në niyetin e sadakas ka pas për qëllim shpërblimin të Allahut dhe publikimin ose autoritetin të njerëzit. Allahu nuk pranon asnjë punë në të cilën punë ai është ortak në niyyet të tjetrit. Pra ne duhet ta bëjmë aktivitetin e teravis sa më mirë me niyet vetëm për Allahut. Allahu të jetë I kënaqur me ne. Allahu të jetë I kënaqur me teravitë tona. Zoti të jetë I kënaqur me Kur'anin ton, e jo njerëzit të tjerë. Dhe përderisa Zoti është I kënaqur me teravitë, dhe me leximin teravi, me leximin e Kur'anit, me rukun dhe sejdën, natyrisht edhe Allahu do ta mundson besimtarëve të mirë dhe të devotshëm ta pranojnë këtë çështje. Pjesa e fundit e këtij hadithi që duhet komentohet, pejgamberi thotë ai I cili ngritet në natët e Ramazanit me besim dhe me përkushtim të plot ndaj Allahut subhanahu wa taala, Zoti si rezultat I këtij niyeti të pastër thotë do t'i afal gabimet paraprakë.
sipas ulemave, të cilët mirën me çështje, thotë cilët janë ai lloj i gabimeve i cili falet me aktivitetin javor ose ditor ose mujor të këtij muaji. Unanimisht janë gjithë ulemat e ehli sunnetit që gabimet të cilët i falen besimtarit janë gabimet e llojit të vogël. Ndërsa një pjesë e vogël e besimtarëve thonë që i falë edhe gabimet e mëdha sepse namazi ka edhe tauben, edhe istighfarin, edhe përkushtimin, edhe pendimin, edhe kërkimin e falën me veti. Por shumica e dietarëve thonë që gabimet, ky lloj aktiviteti mujor i fal ata që kanë bëjnë raport me Allahun. Domethënë mes individit edhe Allahut, çdo gabim i vogël që është bën në kaluarën Ramazani e fshin. Por gabimet që janë bëra në raport mes njëri tjetrin, shtuan të drejtat mes njerëzve. Ekziston një rregull juridik islam i cili specifikon dhe na i shpjegon çështën në të cilën thuhet huququllah mabniyatun ala al-musamaha, huququl ibad mabniya ala al-mushahaha. Të drejtat mes njerëzve, Allahu i ka vendosur mbi bazë jo të tolerimit, ata miren. Ndërsa të drejtat e njerëzve në raport me Allahun, Allahu Azza wa Jall i ka vendosur në bazë të tolerancës, i fal me pak angazhim nga robi. Andaj gjitha gabimet e tona, të cilët e kemi bën, të llojet ose të natyrës gabimet të vogla, në raport me Allahun, taravit i falin, Ramazani i fal, leximi i Kuranit i fal, kërkimi i falës gjatë ditës edhe natës, gjatë mas vakhteve, gjatë duajeve dhe lutjeve të ndryshme i fal. Për këtë arsye duhet që mos kemi ne hake të marrë me njëri tjetrin dhe sa kemi këtu, sepse haku i robit ose haku i njeriu nuk falet te Allahu përderisa ne individualisht nuk kthejmë hakun te tjetri. Nëse e kemi ofenduar, duhet i lipim halallëk, nëse i kemi marrë një send, duhet t'ia kthejmë sendin, nëse kemi marrë parë, duhet t'ia kthejmë të hollat. Për këtë arsye, Allahu subhanahu wa taala thotë, aktiviteti i natës së Ramazanit, namazi i natës së Ramazanit, namazi i taravis së Ramazanit, leximi i Ramazanit, fal këtë lloj të gabimeve të cilat janë bëra mes individit, shoqërisë në raport me Allah. Prej bereqeteve të cilat muaji i shenjtë i përcjell me veti, të nderuar vëllezër dhe motra, jashta iftarit i cili është bereqet, dhe jashta namazit të taravis i cili është përplot mira dhe bereqete, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me një porosi profetike tjetër, si reflektim Ramazani dhe këtë po e shpjegojmë, na mëson duke thonë të cilën hadith paraprakisht po e themi edhe po e kemi lexuar në librin e Imam Buhariut në përmbledhjen e saktë të tij. Në të cilën thot Buhariu ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tasahharu fa inna fi as-sahuri baraka. Do të ngrituni në sefir dhe hani sefirin, sepse sefiri është bereqet për umetin islam. Çfarë do të thotë edhe cilët janë bereqetet e sefirit të cilat pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na i ka dedikuar përmes këtij hadithi pedagogjik. Ashtu siç ishte edhe u shpjegua edhe deri më tani se Ramazani është përplot bereqet dite, bereqet edhe i natës, i leximit dhe të ravive. Pejgamberi nuk harron se përmenduri edhe një mësim i cili është shumë i vishëm dhe i dobishëm për umetin islam. Kur thotë që ngritja për përgatitje ose për ngrënien e sefirit pas mesit të natës ose diku para namazit të sabahut është një bereqet për umetin ton. Dhe arsyen e logjikon ose arsyeton se pse të ngritemi, sepse do të kemi ne bereqet. Dhe natyrisht besimtarja dhe besimtarja duhet të jenë kurioz dhe kureshtar që aty ku ka bereqet marrin pjesë në atë bereqet, sepse është bereqeti i Allahut subhanahu wa taala. Edhe pse mënyra e shprehurit profetik në këtë hadith konstaton që hadithi është ngrënia e sefirit është obligim, po dietar kanë thonë është, domethënë një lloj mënyre të shprehurit, po që ka kuptimin e preferuar. Andaj pejgamberi na i preferon ngritjen në sefir që ta ham sefirin. Po cila është bereqeti të cilën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar? Si pikë parë, bereqeti i sefirit dhe vëllezër dhe motra është sepse besimtari dhe besimtare me ngritjen në sefir u mundson Allahu subhanahu wa taala ta përfitojnë një program të rivjet mujor, i cili program për gjatë vitit na ka munguar. Dhe ajo ngritemi para namazit të sabahut, dhe të ngrejmë sefirin ton dhe të bëhemi gati për namaz sabahut. Do thonë esenca e sefirit është që duhet ngritemi para sabahut që të arrijmë namazin e sabahut, ta falim namazin e sabahut me xhamat. Për çështeve tjetra është që muslimani duhet ngritet natën dhe të bën dua për familjen e tij, për prindërit e tij, për motrat dhe vëllezërit, për vendet të cilat i kemi fqinj të vëllezërve dhe muslimanët tonë, anë kanë botës ku gjenden, sepse është sipas rivajeteve të vërteta është moment ose çast shumë i pëlqyer për lutje, sepse Allahu subhanahu wa taala sipas rivajeteve të tjera të saktë kanë thonë që përgjigjja e Allahut është më afër në fundin e natës
se në çdo kohë tjetër. Andaj besimtari duhet të jetë kurioz që ta përfitojë këtë kohë dhe të bëjë dua në fundin e natës për të mirat që i ka, të jetë mirënjohës dhe Allahut Azza wa Jalla dhe të kërkon prej tij stabilitet, sukses e kështu me radhë. Për çështjeve tjetër është që sefiri na i mundson që të jemi edhe energjik. Ata të cilët ngritën në sefir hanë dhe pinë dhe bëhen gati për një ditë gjatë verore agjërimi. Pra nuk duhet të themi nëse ora 12 kemi netër deri ora 12 dhe hajt ham sefirin tonë dhe të bim fim. Nuk është kjo udhës, nuk është kjo e mirë, por duhet ta ham sefirin në kohën e fundit, domethënë diku, siç është para parë diku një 30 minuta ose 45 minuta para namazit falën sabahut. Për këtë arsye që gjatë ditës së verës së gjatë Ramazanit jemi pak më energjetik dhe ta dimë se trupi jon e ka përse më kollaj. Pra, janë bereqete shumë të mëdha të cilët duhet janë të lidhura me trupin ton, duhet janë të lidhura me imanin dhe besimin ton, dhe duhet janë të lidhura me namazin i cili menjëherë vjen pas namazit, pas ngrënies së sefirit. Shpresojmë te Allahu Azza wa Jalla që Allahu të shlon bereqetin e tij në natët e Ramazanit, në ditët e Ramazanit dhe më shumë ti në muajin këtë muaj, domethënë si një lloj këshille edukative e Ramazanit që Kur'anin mos e lëni pa lexuar. Lexoni Kur'anin për hatme dhe lexoni Kur'anin për domethënie, lexoni Kur'anin për meditim, lexoni Kur'anin për përmendsh, lexoni Kur'anin për përsëritje dhe mësoni dhe bëni gara Kur'anin në familje, sepse është muaji i cili identifikohet me librin e Allahut. Allahu Azza wa Jall shloft bereqet të ju të ne dhe të gjithë ummeti islam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-Fatiha.